Kombet e Bashkuara po përgatiten për një nga reformat më të mëdha të viteve të fundit. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s, Antonio Guterres, ka njoftuar se organizata synon të reduktojë dhe eliminojë një pjesë të posteve të larta drejtuese gjatë 2 viteve të ardhshme. Në një deklaratë publike, Guterres tha se reforma është e domosdoshme për ta bërë organizatën më efikase dhe më të përshtatshme për sfidat globale të kohës moderne. Ai paralajmëroi se procesi nuk do të jetë i lehtë dhe kërkon vendime të vështira. Sipas tij, nuk është koha për vetëkënaqësi apo vonesa, por për veprim në interes të gjithë njerëzimit dhe brezave të ardhshëm. Mandati 10 vjeçar i Guterres në krye të OKB-s përfundon në fund të vitit 2026, ndërsa organizata përballet me probleme serioze financiare të shkaktuara pjesërisht nga pagesat e papaguara të shteteve anëtare, përfshirë edhe Shtetet e Bashkuara, kontribuesin më të madh financiar. Sipas dokumenteve buxhetore, OKB-ja ka nisur tashmë uljen e shpenzimeve për vitin 2026 dhe ka transferuar qindra vende pune nga qytete me kosto të lartë si New Yorku dhe Gjeneva. Megjithatë, kritikët theksojnë se shkurtimet deri tani kanë prekur më shumë stafin e niveleve të ulta se sa drejtuesit e lartë, numri i të cilëve është rritur ndjeshëm gjatë dekadave të fundit. Shumë nga këto poste konsiderohen tradicionalisht si pozicione prestigji dhe influence për fuqitë e mëdha botërore, të cilat shpesh i mbrojnë fort ato. Shtetet e Bashkuara i detyrojnë aktualisht OKB-s rreth 4 miliard dollar dhe kanë paralajmëruar tërheqje nga disa agjenci të organizatës. Washingtoni ka kërkuar vazhdimisht në OKB më efikase dhe më të fokusuar te paqja dhe siguria globale. Edhe Kina ka shprehur mbështetje për reformat, ndërsa kandidatët që synojnë të zëvendësojnë Guterres kanë folur gjithashtu për nevojën e ndryshimeve të thella në sistemin shumëpalesh ndërkombëtar. Reforma UN80 shihet si një përpjekje për të modernizuar OKB-n në prag të 80 vjetorit të saj, në një kohë kur organizata po përballet me sfida të mëdha politike, financiare dhe gjeopolitike.